Në spitalin e përgjithshëm Isak Greza në Gjakov është duke u punuar për funksionalizimin e disa hapësirave që do t'jenë në shërbim të stafit dhe pacientëve me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe shërbimeve. Hilmi Shala, drejtori i spitalit, tha se recepcioni i cili është në përfundim e sipërt do të ofrojë lehtësime për pacientët dhe stafin. Gjatë vitit 2025, pra 6 muajorin që lam, në spitalin e Gjakovës kanë qenë disa investime të cilat janë shumë të rëndësishme dhe mendoj do të lehtësojnë punën e qytetarëve dhe të personelit në institucion. Shala tha se projekti i recepcionit është multifunksional dhe është ndër të parët që po funksionalizohet në Kosovë në spitalet rajonale. Këtu ku jemi është recepcioni që ne kemi quajtur me emrin multifunksional, për shkak se ka me krye shumë punë, shumë funksione. Fillimisht është qasja pra marrja e informacioneve, pastaj është si pritore për qytetarët, është zyra e informacionit, është si vend ku mund të si vend e relaksi ose rekreacion që do të jetë një kafe, një bife dhe për personelin e spitalit edhe për qytetarët që frekuentojnë këtë vend. Po ashtu ka një rol shumë të madh se për shkak përmes këtij recepcioni ne do t'i filtrojmë edhe qasjen e njerëzve në institucion, në mënyrë që edhe t'i shmangim infeksionet intrahospitalore që është një kusht që ne duhet të ta përmbushim. Investimet të reja do të bëjnë që edhe kabinetet shëndetësore të ofrojnë shërbime më efikase për pacient. Po, gjatë vitit 2025, ne kemi menduar që ta bëjmë një pjesë të veçantë vetëm për kabinetet ekzaminuese, ku pjesa më e madhe e aparaturave, pra që ekzaminimit që janë me termin, do të vendosen në një zonë të veçantë dhe qytetarët e cilët kanë nevojë për këto shërbime do të jenë veçantë, jo në ambulanca specialistike, por do të jenë kabinetet e veçanta. Ka ekzaminime ose ka aparatura të reja si shërbime që do të shtohen. Kemi MNG, që është një shërbim i ri për vitin 2025, ku asnjëherë s'ka qenë në spitalin e Gjakovës. Gjatë vitit, domethënë në këtë vit na furnizuar edhe me gastroskopi dhe me kolonoskopi nga SHSOK-ja. Kemi pranuar një donacion ergometrin, pra stres traken dhe një eho të ultrazënit nga donatorët. Drejtori Shala tha se funksionalizimi i recepcionit multifunksional dhe kabineteve do të bëhet gjatë muajit korrik.